Më lejoni ta konfirmoj edhe njerë, as nuk kemi pas ftesë, as nuk kemi afru as kujt. Parimet gjithë përfshirë se si pas rezultatit fundit zgjedhor e njojnë të drejtën e partisë parë dhe i njojnë të drejtat tona si parti politike me peshën që kanë dhënë qytetarët e Republikës. Takimin nuk ka pas, deri tani që po flasim, sepse nuk ka pas asnjë ftesë. Edhe ne kemi dalë me parim politik, kemi thonë që procesi politik kërkon që Kosova me vendos normalitet dhe stabilitet institucional. Kjo është ajo. Pjesë tjera janë spekulative, janë konspiracioni Prishtinës. Tashmo di që një varë kryeqyteti i konspiracionit jemi tashën i kohë, sepse kemi kriza politike. Përderisa ka kriza politike, ka me qenë tillë, politika është imune ndaj saj, është imune ndaj çdo oferte politike. Ne i përmbami parimit të ndarjes së drejtë, që me qenë gjithë përfshirës, në ndë që projekte strategjike, programe strategjike, proceset e mëdha të Republikës do të mundit cilat janë, edhe me ndërtu bashkëpunim procese, dhe këtë e fundit dhe më pak e rëndësishme është ndarja përgjithësive. Kjo është aja që po sillen gjitha partitë politike, e pranun apo se pranun dhe këtë proces ne e kemi inicu. E kundërta kësaj është diçka krejt tjetër, po e vërteta është kjo. Dashnia nuk flas në emër LDK-s përveç të vërtetës.